Përshëndetje të dashur miq. Ndonë se jemi në një muaj të nxehtë gushti, në të cilën shumica prej qytetarëve janë duke pushuar, qytetarë shqiptar brenda dhe jashtë vendit, dhe të gjithë janë të impenjuar në pushimet e tyre, kam pasur disa reagime nga qytetarë për të cilët janë takuar, qoftë në mënyrë rastësore, duke pushuar, por edhe në mënyrë direkte me qytetarët të cilët janë interesuar për fatin e të voglës Bleona Mata. Të voglës sepse ajo tashmë është e rritur, pra kanë kaluar vite, nga viti kur u ka humbur gjurmë, pra nga viti 2010, dhe tashmë ne jemi në vitin 2026, prej 16 viteve, dhe shumë prej qytetarëve më kanë pyetur të periudhë se a do të gjendet Bleona Mata. Po, Bleona Mata do të gjendet dhe jemi shumë afër gjetjes së saj. Në diskutim që kam pasur me nënën e Bleona Matës, me zonjën Bukurie, ajo më shprehur që janë shumë afër gjetjes së Bleona Matës. Unë kam insistuar lidhur me një marrje informacioni të saktë se ku ndodhet ajo, por përgjigjja ka qenë që nuk mund të jap një informacion të saktë, sepse sa herë që kam dalë në media apo sa herë që unë kam folur për këtë çështje, gjërat kanë zhdukur, që do të thotë Bleona nuk është gjetur. Dhe fal kompanisë që zonja Bukurie, pra zonja Bukurie ka kapur, ka kontraktuar një kompani që merr me investigimin e personave të humbur, ne jemi shumë afër gjetjes së Bleonës. Bleona është një studente shkëlqyer, është duke vazhduar studimet universitare në një nga universitetet më prestigjioze të vendit. Por fakti që ka shkëputur kontakte për 16 vite me nënën dhe me familjen e saj, kjo kompani po heziton që të bëj lidhjen mes nënës së saj, e cila ka kërkuar gjatë gjithë këtyre viteve, por edhe vetë Bleonës. Kështu që për të gjitha detajet për cilat ne sapo të kemi informacion, sapo të marrim një informacion të saktë nga zonja Bukurie Mata, ne do t'ja u vendosim në dispozicion, sepse kjo nuk është një çështje vetëm e zonjës Bukurie, por është çështje e të gjithë neve si shoqëri, në mënyrë që raste të tilla mos u ndodhin. Pra fëmijë të tillë mos të humbasin dhe shteti mos të mbajë përgjegjësi. Zonja Bukurie më shprehur që në moment